Faleminderit shumë. Tani një pyetje kam unë. E keni seriozisht që do një dëgjoni akoma dhe i fjalim timin tani? Tiranë e dashur, Shqipëri e shtrenjtë, shqiptar dhe shqiptare, pa dallim feje, krajine e ideje, kudo ku jeni në Shqipëri, Europë, e gjetë në përbot. Vëllezër dhe motra, socialist dhe progresist Shqipëris, ju këtu shok dhe shoqet armëve nga Tirana që ne Partia Socialiste e Shqipëris e nxorëm nga gërmadhat e anarkisë pa shtet të viteve 90 dhe më pas e rilindëm si shëmbëltyrën e ambicjes son për Shqipërinë Europiane. Ju jam mirënjohës nga zemra për praninë tuaj në këtë fushë dhe u rikthyem këtu e gjithë skuadra e Tiranës tonë. Jo thjesht në takimin përmbyllës të një tjetër betejë zgjedhore, por në kulmin e një tjetër rrugtimi 4 vjeçar, ngjitjeje lart drejt majës ku ndodhet Shqipëria e Evropës Bashkuar. Dhe unë nuk besoj tek rastësitë. Unë besoj se nuk ka rastësi në faktin që ne sot jemi këtu në 9 maj, në ditën e Europës, për të thënë fjalën e fundit të këtij rrugtimi dhe pastaj për të shkuar së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve, shumicën më të madhe ndonjëherë të shqiptarëve në kutitë e votimit dhe për të firmosur aty me njëri tjetrin marrëveshjen tonë të madhe për Shqipërinë Europiane, për Shqipërinë në Bashkimin Evropian.